A është Edi Rama lideri më i mirë që ka patur e majta në Shqipëri? Më fitues, po. Po më i mirë kush ka qenë? Varet, është relative shumë. Kjo gjë. Ke miq në Partinë Socialiste? Plot. Të Po vjetër. mos kisha miq nuk votosha. Patjetër, po domethënë miq që bëhen dhe të rinj apo kryesisht miq të Jo, vjetër? kam pasur miq. Kemi qenë një grup me thënë grup, jo grup në kuptimin e grupit. Kush është grupi? Brenda Partisë Socialiste, po që nga në fëmijë këte. Ja për shembull, ishim në festën e pavarësisë dhe isha në krah me profesor Anastas Angjeli. Po. E njoh që nga shkolla në 90-ën, pastaj në 91-shin e njohta në parti, pastaj në 96-ën në kuvend, jo, kemi qenë bashkë në kuvend. Okay, po, e di. Me radhë, ishim në qeveri, pastaj unë isha në kuvend, pastaj ishim në opozitë, pastaj erdhëm prapë në pushtet, pastaj ai u bë më deputet, unë vazhdoj të jem deputet, po jemi miq. Kështu ka qenë profesor Luana Elraga, një tjetër mik, po për fat keq u nda nga jeta. Kështu ka qenë Bashkim Fino, një tjetër mik, shumë i rëndësishëm i imi, edhe i gjithë rrugtimit tim, edhe ai i ndarë nga jeta. Pra kemi qenë një grup miq, domethënë brenda Partisë Socialiste ishim më të ngushtë se sa me pjesën tjetër. Po edhe me pjesën tjetër unë s'është se kam pas një. Duket sikur sot s'kam miqësi, edhe në përgjithësi dhe në jetë, duket sikur njerëzit janë larguar, po më intereson marrëdhënia me politikën, meqense jeni një njeri i politikës. Sikur ka një luftë që s'është as luftë, siç është një marrëdhënie, nuk e di në këndvështrimin tënd. Si është sot kjo? Siç ka një specifik veçantë kjo Shqipëria që nuk e sheh në asnjë vend tjetër. Po siç e bën një gjë të veçantë që nuk është as luftë e mirëfill politike, por nuk po është. Po Merkeli me Helmut Kohlin si ishte. Po ky që është presidenti i Francës me atë që ishte para këtij, se më vjen emra tani. Tani shkove në Goca Krasina, po. Po domethënë politika e tillë është, vjen një moment që patjetër që del dikush që të kërkojë karrigën e tjetrit. E tillë është. Dhe në një moment të tillë është shumë e vështirë të kuptosh nevojën politike që ka jo individi, po nevojën politike që ka subjekti. Në radhë parë, sepse nga subjekti del dhe pastaj nevojën politike që ka vendi. Për shembull, në atë partinë që është përballë nesh, akoma se kanë kuptuar nevojën politike që ka ai subjekti, por që ka edhe vendi për një ndryshim të fortë, të thellë kështu me radhë. Do vi koha që se kanë kuptuar apo s'duan të jo. Thonë. Se kanë kuptuar dhe se pranojnë. Kështu mund të ndodhi edhe me ne nesër, mund vi nevoja për pasur edhe ne një ndryshim. Por kjo partia ku unë jam ka kuptuar një gjë, që në qoftë se s'ndryshon veten, pra nuk rishpik veten, do dalë një forcë tjetër që do marrë vëmendjen e njerëzve, do marrë dhe votën e njerëzve. Prandaj në këtë partinë time ndryshimi është ndodh pak më shpejt. Edhe më shpesh. Edhe i gjeneratave brenda, edhe i njerëzve. Ke kohë për veten ora? Po plot, po duhesh të gjem veten. Çosh në orën 5 mëngjesit, del në 5 mëngjesit, kam parë që bën ecje të gjata, është e vërtet? Del në pyll. Patjetër që ke kohë për veten në çdo moment. Zgjohesh çdo ditë në 5, në 5:30. 5:30 maksimumi. 5:30 maksimumi, sa bëjmë gati. 5:30. 5:30 jam në verë, në orën 5 jam në pyll, tani është çik më ndryshe. Dhe kur e mbyll ditën? 6. Unë mbyll ditën 10:30. 10:30. Dhe mund të shkoj pak ideal. Mund të shkoj pak më tutje nëse Barcelona luan atë orar, nëse Juventus luan atë orar. Këto janë përjashtime. Dhe nëse siç është sot fjala ose Partizan. Liverpool jo, nuk ka ndeshje Partizani për te orës. Po Liverpool siç është sot fjala bie që luan në orën 9:30 dhe duhet të mbarojë diku në 11:30, po kjo është toleranca që ndodh. Ka ndjesh me energji, si e ke raportin? Domethënë përpiqesh ti ruash, ti menaxhon mirë se edhe koha që kalon, gjithë ti. Eksakt. Se ju jeni njëri aktiv, po mundohem ti unë jam ekonomist, ti ekonomizoj, më mirë me thonë. Duke i lënë, është e domosdoshme ajo ecja në mëngjes. Nëse s'bëhet në mëngjes, diku gjatë ditës do ta bësh nëse s'bën. Nëse puna nuk të lejon gjatë ditës, po patjetër do shfrytëzosh atë pjesë të kohës që i kushton territorit
do t'i bësh hapat me se s'bën. Kej, Po do t'i bësh në territor, nuk i bën në pyll, do t'i bësh këtu në territor. po tani Nuk ne takon që të njerëz. ndjekim, të shohim ku shkon gjatë ditës, gjithë lëvizja se Po, për janë fat hapa, edhe. do. Po këtë si e mësove këtë, si e Janë mësove. Të qasjen me po themi filmimet me Ajo jo, është vetë. domethënë ka diçka shumë Po, organike. Drin, unë kam bërë gazetarin për shumë vite. Po, e di. Edhe e kjo ban. është brenda profilit. Në atë kohë unë se kisha mundësinë, po kisha lapsin, Po kisha ta blokun. fascinon kjo Orion, domethënë se ti me një klik, me një video e çon mesazhin kudo. Është një gjë që Tani është kthyer në objekt pune. po, E gjithë gjëja, për shembull kur unë po është dhe rrezikshme. pse Në kuptimin që me mesazhet që ti përçon, jo për ty, po them në përgjithësi media kanë fjalën online, është bërë pak edhe ka ato anët e errta edhe të varet se si e përdor. Ana e errët është ajo që thash, që i mshon një konflikti banal aty në Komisionin Ekonomisë, si mshon, unë kisha sot 5 ligje dhe kam bërë mbi duhet jenë mbi 50-55 amendamente. Pash media tradicionale dhe në asnjë prej medias nuk ishte, tradicionale. po se nuk e lexon njeriu. Nuk ishin këto. Nuk ishin këto. Ishte ky sheri 30 sekonda me atë tipin Po. atje. Më thënë që po e përdoren në këtë mënyrë, është e dëmshme. Po ama, në qoftë se unë sot jam me, ku diun shkon muaj me 7 milion shikime në Instagram. 7 milion. Po, pjesa më e madhe tyre nuk janë me shere. Janë problematika që janë Dëgjoj. drejt për drejt shqetësimi njerëzve. Po influencer mund isha bërë për shumë. Se di, ku diun, domethënë se duhet me gjetë këndin edhe për çfarë Po. influencon. Duhet me gjetë këndin. Unë se bëj dot këtë influencerin për kostumin, Po, për po, mishën, për Po jo, ti mund kollaren, të flasësh për një e, libër, ku për diun. një studim, për një Po, për libra e bëj. po. Libri i Se ky fundit. është influencer i vërtet. Shiko, ishte 28 dhe 29 nëntori tani. Po. Dhe nuk e di pse se bëra, Po. edhe nuk e di pse kam përshtypjen që e bëra dhe se postova. Po për 28 dhe 29 nëntor mund të kishin bler të gjithë njerëzit mund t'i ndikoja Po, të po, blinin njerëzit librat e ca shkrimtarëve, disa shkrimtarëve të Kjo rinj ishte ide shqiptar. fantastike. Shqiptar. Edhe që shkruajnë Po. shkruajnë në shqip, po shkruajnë edhe në gjuhë tuaj. Dhe që janë shumë vlerësuar jashtë, po duhet bën vlerësuar edhe brenda. Dhe që kanë libra të mirë. Për shembull, libri i Lea Ypit, të poshtruar, Po. është një libër që sa është histori dashurie, aty unë kështu e mendoj, ajo mendon Po, ndryshe. po. Se e ndjek se çfarë thot për librin e vet, po unë mendoj që ishte një histori dashurie shumë e madhe edhe për vendin, po edhe për tjetrin, që bëhet bashkëpunëtari i jetës tënde, Po. e kështu me radhë apo i mbesës për gjyshen. Po. Po Do- kjo është e domethënë- bukur e librave të Leas, që hape gjithmonë këtë debatin, siç do dhe me librin e parë, Po pra, të lirë, po. po ka shkruar Ledia Gjoga, po ka shkruar Mira Kazhani, Po. po ka shkruar Ornella Vorpsi prap. Dhe që ishin të gjitha Që mund t'i kishte sugjeruar, libra, po, po Ani Wilms kishte shkruar. Po pra janë ca gra që po i vinë Shqipërisë në një moment si ky dhe që Një japin një dimension tjetër me librat e tyre. pyetje, po. Dhe që duhen lexuar me domos.